kemi nderin dhe kënaqësinë që këtë mëngjes të kemi të ftuar trajnerin e Taekwondo Ulqini, Fikret Dushku dhe dy garuesit, Neira Dervishi dhe Ajan Brashnjani. Mirë se erdhët dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjes, faleminderit. Kohës së fundit keni pasur mjaft suksese dhe keni pasur edhe disa gara, siç kanë qenë në Evropë dhe Beograd dhe më gjërë. Trajner, më trego pak a shumë si ishte kjo periudhë për juve dhe për klubin tuaj. Kjo periudhë ka qenë shumë e ngjeshur, saqë kam shumë, saqë edhe nuk dija mund t'i përkufizoj gjitha, pasi që vërtet ka qenë një periudhë shumë e ngjeshur. Çdo vikend domethënë kemi pas disa aktivitete, mirë po ashtu si që kemi ceku edhe herën e kaluar, domethënë kemi pas për një periudhë shkurt i kemi pas disa gara që kanë qenë shumë të rëndësishme, duke ja filluar prej kampionatit evropian për shtetet e vogla që ishte mbajt në Riga të Letonisë, pastaj kemi vazhduar domethënë me Grand Prixin që ishte mbajt në Serbi dhe me radhë pas Grand Prixit më njëherë na ka prit kampionati ballkanik. Një kampionat që ka shumë rëndësi për ne, për klubin ton, për vendin ton dhe shtetin ton, pasi që kampionati ballkanik ka edhe si më hanë atë rangun të cilën vlerësohet edhe nga Ministria e Sportit Malit Zi. Klubi Taekwondo Ulqini ka marrë pjesë me 16 sportistë dhe jemi kthy me 11 medalje ballkanike. Prej më të suksesshmeve kemi pas Arte Ismailaga, e cila i shpall kampione e Ballkanit, mirë po edhe për të kemi fol me herët. Kurse me këto që i kam në studio, Neira Dervishi, si në kategorinë pionire, i shpall po ashtu kampione e Ballkanit, kurse Ajan Brashnjani i shpall nën kampion Ballkanit. Sa i përket më njëherë pas kampionatit ballkanik, kemi pas kampionatin evropian në Atinë të Greqisë. Do të thotë vikend pas vikendi, stërvitje pas stërvitje, lodhje pas lodhjes, angazhim pas angazhimit, ku Ajani arrinte medalja e bronzit, një medalje shumë e rëndësishme për ne, edhe për Ajanin, ndërsa Neira fiton 2 ndeshjet e para dhe ndalet në një luftë si më thënë afër medaljes, ku edhe garusja të cila e ka ndal Neirën në çerekun e finales nga Azerbajxhani ishte edhe fituese e medaljes artë në kategorinë e Neirës, çka edhe tregon se Neira domethënë ka qenë shumë e përgatitur, mirë po ndonjëherë edhe shorti si më thënë e lunat rolin e vet. Dhe kështu që mbetet mjaftohet si më hanë me vendin e 5. Neira, më trego, ti ke fituar vendin e parë në Ballkan, vendin e 5 në Evropë dhe vendin e parë po ashtu në Beograd. Si ndjehesh dhe sa ishte e vështirë kjo të arrish këtu ku je ti sot? Unë ndjehem shumë e lumtur dhe jam e kënaqur që me këto arritje. Ka qenë e vështirë të zhdashur punë që të arrish deri këtu? Pak, besa po. Sa ushtronte dhe sa stërvitesh për këto ndeshje që ke? Jep më tepër punë vetes për të arritur këtu që je? Po. Bravo, ne të urojmë shumë suksese. A janë për ty si ishte kjo periudhë dhe këto fitore që morre ti? Kjo periudhë ishte shumë e mirë. Kemi ushtruar fort dhe ndeshjet i kemi bërë. Ishtë dashë me ushtru shumë, për mi më rritë. Ke dëshirë kur treneri ju thotë që i keni kështu këto garat e një pas njëshme, është ndonjëherë dhe lodhshme apo jo? Po, është pak e lodhshme se janë edhe kështu kampione shumë të mëdhaja, si për shembull Evropa dhe Ballkani. Duhesh me ushtru shumë dhe garë pas garë edhe lodhesh të ushtru. Keni emocione para se të filloni atje në vendet të tjera që shkoni për të marrë pjesë? Po kësa po. Ka pak. Neira, si ishte për ty? Ke emocione ti? Po, ka. Si ndihesh më mirë kur zhvillohen në Ulqin apo në vendet të tjera? Në Ulqin. Pse e thu kështu? Ndihesh më mirë në shtëpinë tënde, a? Po. Në vendin e vet. Trajner, sa ishte vështirë dhe të stërviten dhe të punohet para gjithë këtyre turneve që ju keni pasur dhe keni dalë fitimtar? Ishtë pak e vështirë edhe për këta, se Neira dhe Ajani ishtë në të grupin ashtu si që e kam quajt High Performance. Ishte aja grupi prej 12 sportistëve të cilët në bashkëpunim me prindër edhe me këto garuz, domethënë
ka një stërvitje çdo natë, normal në bazë një programit, ku një natë ka ma tepër ngërkesa, natën tjetër ka ma pak ngërkesa, dhe kështu më radhë domethënë përcillet ai programi 6 javë. Normal që për këta pak a shumë ishte vështirë, pasi edhe mosha ishte shumë e re dhe domethënë kërkohet shumë më tepër disiplinë, mirë, po ky grup për momentin ishte vazhdu mirë, mendoj që edhe ky ka me qenë një grup i suksesshëm, nëse ka me vazhdu me këtë lloj ritmit. Neira Ajani, të cilët i kemi këtu prezent, domethënë janë garus domethënë të sinqertë, të cilët nuk mungojnë thjesht çdo seancë stërvitjes. Dhe jemi mundu domethënë që për këtyre 12 sportistëve me nxjerr atë çka ish më së mirit për ta. Kështu që Neira ishte një prej garusëve për momentin, edhe Ajani ishte një prej garusëve për momentin më të suksesshëm. Normal aty kemi edhe Denis Çobën, i cili është një garus jashtëzakonisht i talentuar, Gani Resulbegu po ashtu, kena Xhenan Tivarin, Xhihan Maniqi, Rajana Bogdani, Rejan Elaj, të cilët ishte një grup i përbër, edhe Armend Lula, të cilë ishte një grup i përbër me të cilën punojmë, mundohemi që të punojmë intensivisht në mënyrë që t'i përcjellim ato vitet, pasi që vitet kanë shumë rëndësi, sidomos kur është viti i fundit pionier, pastaj del viti i parë kadet, pastaj ne gjithmonë me vitin e parë kadet synojmë vitin e fundit kadet dhe kështu me radhë shkon edhe për kategori tjera. Kështu që unë për momentin me këtë lloj ekipe jam shumë i kënaqur, shpresoj që këto të vazhdojnë kështu, domethënë besoj që edhe prindërit kanë kuptuar, megjithëse ne kemi pas edhe mbledhje takime me prindër, kemi shpalos programin tonë se çka i pret, e kemi bërë prezente se si duhet ta respektoj një sportist dhe si duhet ta kuptoj serios për shembull kvalitetin, se si ka thënë ai sporti, domethënë ka sport rekreativ, sport mesatar dhe ishte ajo sporti kulminant ato të cilët pretendojnë kampionate evropiane botërore dhe në fund lojëre olimpike. Dhe ky është si më një farë mënyrë edhe se synimi jon tani sa kemi me arrit ne do shohim në ditët ose në kohën e vazhdim. Jemi në prag tashme edhe pak të fund vitit, cilat janë ato synime e juaja për ta përmbyllur vitin 2025? Ne këtë periudhën e dytë të vitit 2025 kemi pas shumë të ngarkuar në kuptimin e kampionateve transishme, duke nisi thava prej kampionatit evropian shteteve të vogla, Grand Prixi Seria 2, ku na pret tani Grand Prixi final, ku ish kvalifiku nga klubi Taekwondo Sulqini, janë kvalifiku Enes Dushku edhe Sara Kraja, që kanë hyrë Grand Prixi final, domethënë janë top 16 më të mirë të Evropës, domethënë ne për vitin e dytë, domethënë në mesin e 16 më të mirë të Evropës i kemi dy sportistë nga një qytet i vogël, të qoftë nga një shtet i vogël, të quhet Lema qyteti. Pastaj kemi unë nesër udhtoj në Zhvicër me kampionatin evropian, ku po aty do kemi Enes Dushkun dhe Sara Kraja, të cilët ishte një prej domethënë kampionati më i rëndësishëm i vitit 2025. Pastaj, si thash, na pret Grand Prixi final, kemi kampionatin evropian ndër moshe 21 apo U21, edhe aty shpresojmë që kemi dikën prej Ulqinit dhe përfundimin do ta kemi ndoshta me një turnament internacional në Shkup për kategorinë e Neirës, Ajanit edhe kategorinë tjetër. Me kategorinë e moshës më të madhe, si është gjendja tani dhe si kanë ato stërvitjet dhe pjesëmarrjet në gara? Për momentin domethënë jemi shumë të kënaqur me arritjen e tyre. Duhet ta ceki edhe një herë, ne kemi pas një arritje historike për qytetin Ulqinit, madje edhe për Malin e Zi, ku në lojrat olimpike evropiane, në bazë të ranglistës evropiane, është kualifikuar Enes Dushku edhe Sara Kraja. E suksesshme ka qenë Sara Kraja edhe Enesi, i cili arrin deri në vendin e 9, kurse Sara Kraja arrin në vendin e 5. Ky është një sukses të cilin kanë hyrë edhe në librin apo në revistën e Komitetit Olimpik, që do mbetet gjithmonë atje, revistë domethënë të cilën aty shkruhen gjithmonë ato rezultate të cilët janë që kanë vlerë të lartë apo nivel të lartë në rangun ndërkombëtar. Pastaj kemi ajo pesë të cilën e kemi përmend shpesh, të cilët kemi punuar shumë fort me ta, duke qenë pas Enesit Sarës ka qenë edhe Arte Ismailaga, e cila për fat keq me një farë mënyrë vitin 2025 bash vitin e fundit të saj të junior ka pas disa lëndime të cilët i ka zgjat pak a shumë rikuperimi, mirë po edhe kur ishte rikuperu, domethënë me një herë, domethënë me 4 fitore në kampionatin ballkanik, ajo arrin shpallat kampione e Ballkanit.
Normal që tash në ranglistën e Evropës, ajo nga vendi i 12 që ka qenë dikur, ajo ka ra tash diku në vendin e 18 apo 20, aty kemi edhe Amela Nuti, e cila është pretendent për lojrat olimpike botërore të cilët do të mbahen në Senegal për të rinjt së bashku me Riyad Dervishin. Ata janë në programin e Komitetit Olimpik dhe prej me datën e 2 dhjetor do të starton ai programi i zbatimit për Riyadin edhe për Amelën, kurse Enes Dushko dhe Sara Kraja janë në programin e Komitetit Olimpik për lojrat olimpike Los Angeles 2028. Ato janë programe shumë ta quaj kështu, ta them të vështira, normal ai që don edhe që ka vullnet edhe që ka synim edhe dëshirë, normal që mundohet pak a shumë m'ja lesu vetin, mirë po sado që ti t'ja lesosh vetit, ti mund t'ja lesosh vetish nga ana psikologjike, mirë po programi shumë i ngjeshëm dhe aja duhet respektohet, sidomos domethënë nutricionisti apo çështja e ushqimit e cila është bazë për çdo gjë. Këto janë domethënë synimet tona dhe përfundimi jonë do të jetë me Grand Prixin evropian, finali domethënë edicioni i finales ku marrin pjesë 16 më të mirët për secilën kategori dhe një turnament në Shkup që ka me qenë diket me 13 dhjetor për kategorinë pionier kadet. Ne ju urojmë shumë suksese dhe presim që përsëri të na ktheheni me medalje dhe me fitore ashtu siç dini ju të bëni gjithmonë. Faleminderit edhe një herë që ishit në studion e emisionit të mëngjesit Ditë e Re këtë mëngjes dhe ju urojmë edhe një herë suksese.